Me kërkesë të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur zgjatjen midis 3 muaj të afateve hetimore për dosjen e njohur si Bankers. Sipas organit të akuzës, kjo kërkesë është paraqitur për shkak të nevojës për kryerjen e veprimeve të tjera hetimore shtesë, të cilat lidhen drejt për drejt me kompleksitetin dhe shtrirjen e gjerë të çështjes. Kërkesa është paraqitur në seancë gjyqësore nga prokurorët Enkeleda Millonaj dhe Anita Jella, të cilat kanë argumentuar se hetimet kërkojnë kohë shtesë për administrimin e provave, analizimin e dokumentacionit financiar dhe verifikimin e transaksioneve të dyshuara. Pas shërtimit të kërkesës, gjyqtari Erion Çela e ka miratuar atë duke i hapur rrugë vijimit të hetimeve edhe për 3 muaj të tjerë. Aktualisht i vetmi person që ndodhet në masën e sigurisë arrest në burg në kuadër të kësaj çështje është CEO kinez i kompanisë Bankers Petroleum. Ndërkohë të pandehurit të tjerë janë subjekti i masave më të lehta sigurie, përfshir arrestimin e shtëpisë dhe detyrim të tjera procedurale. Hetimet e SPAK lidhen me dyshime serioze për deklarime të rrema tatimore dhe shmangje të detyrimeve financiare ndaj shtetit në një periudhë të gjatë kohore që përfshin vitet 2004-2024. Sipas prokurorisë, këto veprime dyshohet se kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm financiar në buxhetin e shtetit shqiptar. Nga të dhënat e administratuara deri më tani, rezulton se kompania Bankers ka realizuar shitje dhe eksport të naftë në vlerën totale për rreth 532 miliard lekësh. Megjithatë, pavarësisht kësaj shifre të lartë qarkullimi, kompania ka deklaruar humbje për çdo vit të aktivitetit të saj me një total për 11.7 miliard lekësh. Sipas SPAK, kjo skem ka shërbyer për shmangjen e tatimit mbi fitimin, si dhe për përfitimin në rimbursimeve të dyshimeve të VSH-s, duke ngritur dyshime për shkelje të rënda të legjislacionit tatimor dhe financiar. Hetimet pritet të vijojnë me analiza të thelluara financiare dhe bashkëpunimi me institucione të tjera, ndërsa SPAK synon të zbardhë plotësisht mekanizmin e dyshuar të shmangjes fiskale dhe përgjegjësitë penale të personave të përfshirë.